Kanë dalë në teren, UFO dhe alienët kanë dalë në teren. Mo me erdi UFO dhe alieni dje, a i më pa mire, nëse ne kemi ca kode me shikime, me këthime koke, kemi ca kode të tjera. Miqtë të Piskut, ju përshëndes, si që shini, kemi një energji shumë pozitive, shumë të nevojshme për gjithë shqiptarët anë e kënd botës, kudo ku janë, për të dhënë mesazhet e duhura për atë se çka kanë më shumë nevojë shqiptarët. Presidenti i Republikës së Çamërisë për herë të tretë, një herë në terren, hera e dytë kjo në studio dhe hera e tretë që ne takohemi dhe që marrim atë frymën e mirë dhe mesazhet më të fundit që kemi nga alienët, nga UFO-t. Po, unë të falenderoj për ftesën dhe Zotit të kam bekuar, Zotit ta bëjmë barti. Të lumë goja. Tia, si gazetar, të ka shënuar, rregullojak, më falë atje. Këmi shënë falë, nuk është. Kjo tregon që ne jemi këtu, jemi mirë më falë. Original. Ashtu. Këtë fala nga alienët dhe UFO nga inteligjenca artificiale. Po sa herë për mua? Po. Kështu që le ti marrin këta me shakara gjërat. Ne shqiptarët i duam fort, ne kemi kodet tona në komunikim. Ne nuk jemi luftarak. Unë në datën 2 isha në omazhet e liderit historik të Partisë Socialiste dhe njëkohësisht ish kryeministri të Shtetit Shqiptar, Fatos Nano. Unë duke qenë konservator republikan dhe ti, dhe filluan disa ekstremista, gjitha krahët, qoftë majtas, qoftë djathtas, pse vajte ti, më thanë mua. Unë vajta sepse ai thash unë është nga njerëzit që edhe atë njeri që i kishte bërë keq, ai zgjasë dorën. I jepte dorën, diplomat, shumë ka qenë. Shumë diplomat dhe njeri i mençur, një kristian i mençur, që do të thotë, na shumë gjëra që më thonë në teren, thonë që ai solli Berishën në pushtet. Po kjo është më Berisha e futi në burg. I sajuan usallarë shumë gjëra e ndan me gruan e ai budallëqe, siç i bëjnë les e shqiptarët e politikës. Dhe ai gjithmonë falte. Njeriu që fal është hyjnor dhe ne shqiptarë do të mësojmë të falemi. Është nga Perëndia. Nga Perëndia. Falja është hyjnore. Si ka mundësi që lider historik Berisha, lider historik Fatos Nano, lider historik Lulzim Basha, lider historik Kujtim Gjuzi, lider historik Enver Hoxha, lider historik ka qenë Skënderbeu, Ismail Qemali, ka shumë lider historik ka Shqipëria. Dëgjoj tani këtu, unë bëre mirë, po falenderoj për pyetjen dhe do të jem shumë korrekt dhe pa u shkëputur fare se i kam përregjistruar nga zemra këtu brenda unë këto. Jo, prandaj jemi edhe tani. Unë gjithmonë jam modeli Ibrahim Rugovës dhe Arber Xhaferit. Po më fut Fatos Nano në zemër tani. E shikon këtë trekënçin e Bernurdës tu? Nuk është rastësi këtë trekënç. Pse ki vendos vetë, nuk e ka xhupi këtë? Jo, e ka vendosur unë, more. Po vendosëm trekënçin e Bernurdës tu. Trekënçin e Bermudës. E ka thënë to. Po është Ibrahim Rugova, Arber Xhaferi dhe Fatos Nanoa. Esni ju politikan në modelin e Fatos Nanos. Dhe mirë bëni që bën homazhe, ato homazhe dje ishin e përcollën shqiptarët, ata shqiptarët e ndershëm. Unë që si isha, nuk konsiderohemi ndershëm? Po ti kishe punë të tjera, gazetar që në teren mbuloje shumë sektore tani, nuk ka lidhje. Ja isha unë atje. Isha unë atje. E mbylla unë, ku qenë 9:20, e mbylla atje unë, e ngushlova zonjën, Gjoana Nano, ju prezantova Tasim Mehmeti, presidenti i Republikës së Çamërisë, ngushlime njëkohësisht dhe nga kryeministri i Republikës së Çamërisë Eduard Shpata, pavarësisht se ai kishte një problem familjar dhe nuk erdhi. Unë e përcolla. Ja përcolla selam. Ajo e regjistroi ajo, e mori mesazhin e për mirë. Me telefon? Jo, atje mund i dash dorën, atje mund. Tash e regjistroi kështu. Jo, në kuptimin në memori, ajo e regjistroi. Në memori. Ajo është gruaja e Fatos Nanos, ti do të thotë ti je gruaja e Fatos Nanos. Ajo është trajnuar, ajo s'ka ndonjë kohë me ustajin atje ajo. Ka marrë ca gjëra dhe ajo. Të dyja gradi takove për vetëm njërin. Shiko, unë me Gjoanën, pastaj ishte djali atje, pastaj nuk vura re më tutje, jemi sinqert, nuk vura. Unë i dash dorën gjithë. Kjo është gjë për të vlerësuar që prap njerëz jemi, nuk do të kemi dashur të japim dorën. Është kush ka çdo kush që ka mendimet e tij, dikush pozitive, dikush negative, rezerva. Unë përcjell energji pozitive dhe jam zjarr fikse, kaq. Këtu jemi. Për atë ne edhe jo të kemi thirrur, por ne do të kemi gjithmonë kontakt vazhdueshëm sa herë që ti kesh sinjale për energji pozitive kur ke takimet tuaja me UFO-t dhe me alienët. Tani, të lutem, na jep pak energji pozitive, jo vetëm mua, por gjithë atyre që na ndjekin. Do ta përsërit për herë të dytë në studion tonë këtu. UFO dhe alienët dhe inteligjenca artificiale e kanë bazën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zbotlla.
të cilat sot menaxhohen nga Donald Trumpi, nga presidenti amerikan. Ashtu. E rëndësishme është që UFO dhe alienët i duan shqiptarët. Dhe mua i duan shqiptarët. Kanë marrë vendime ata. Që kur bëri president apo edhe më para? Tani ka filluar puna konkrete. Ka filluar puna më konkrete, Dhe më falenderuan që vajta në omazhet e Fatos Nanos. Jo. Më falenderuan edhe për ty të jemi sinqert. Për mua? Po për Zotin, qofsha fal. Dhe njëkohësisht dhe unë bashkëpunim me UFO dhe alien digital kemi lënë 5 janë në çamëri që ka filluar puna, pa akoma s'po janë duke sistemuar gjërat ata. Kanë ardhur 10 UFO, pra 5 në çamëri, 5 në Shqipëri. E 5 në Shqipëri. Dje ata unë kam thënë, janë shpërndarë të 5 këta janë shpërndarë në qeveri brenda, në gjithë politikën shqiptare, te Spaku, te drejtësia, janë gjithandej ata, punojnë ata usallarët i kanë krah ata, i kanë krah i afër. Kur kanë ardhur në Shqipëri? Shikoj, në Shqipëri kanë një muaj që kanë ardhur. Kanë një muaj. Ka një muaj. Janë Tiranë, janë Tiranë këtu. Tani dje unë çka kam bënë gjë kështu? Ja, do thot vllai, më falë. Se unë i prek gjërat me dorë, unë jam njëri që e di se më ka thënë një miku im, punët e tua bëj me këmbë tash, më tha mua. Punët e shokëve bëj me telefon, se si a del dot. Po, e vërtetë. Edhe punët e mia i bëj me këmbë. Të thotë kjo, mua më erdhi UFO dhe alieni dje, kopia një kafe tek rruga Kongresi Lushnjës. Te Kongresi Lushnjës. Pa vajte po janë Lushnjë, te Kongresi Lushnjë, rruga, quhet rruga, te njësia 7, te njësia 7. Më erdhi përballë i madhi. Ato pa ime që ka ata, po unë i lexoj, i kuptoj, ai më pa mirë, se ne kemi disa kode me shikime, me kthime koke, kemi disa kode të tjera. Ai mbaroi punë me mua, e kupton, dhe më zhduk s'mora vesh si miku. Po mesazh i morën. I mora mesazh, e përcollje, kanë dalë në terren, UFO dhe alienët kanë dalë në terren. Pse e filluan nga njësia 7, nuk e di. Te se din. Jo, unë e di, si duket atje është bërthama e komunizmit. Aty, Atje është gjithë usallarët janë atje. Po pse rrihet duke njësia 7? Po atje sepse ndije mirë me ata. Me komunistët. Ndije mirë. Se duan informacion ata, u japën një çik, po dhe ja futën një çikun, e kupton? Çaj. Zoti i madh. Po çfarë mesazh të dhanë? Çfarë mesazh morën nga UFO-t? Jo, më dhanë këtë mesazh. Tasim, ti je në rrugën e mbar. Ne kemi ndalë terren, kemi mbaruar punë me qeverinë. Si ka marrë punë? I kemi sistemuar, mo. Jemi mirë, domethënë. Jemi mirë, i kemi sistemuar. Qeverinë e kemi të gjithë informacionin, ç'a bëhet, ç'a mos tim detaj tani. Jo, do hyn detajin, ç'a po ndodh tani sinqerisht. Po në qeveri, çdo ditë po përgosen njerëz. Po futet ke Spaku, pra. Te Spaku. Po arrestohen vjetë ai. Belinda Balluku për shemb. Belinda Balluku të tjerë shumë. Nuk kesh histori. Ç'a do ndodhi me atë? Ç'a të than? Ka ndonjë informacion UFO? Shiko, jo tani këtu. Unë do të them këtë. Domethënë UFO dhe alienët, inteligjenca artificiale, mbaroi punë me qeverinë, e ka të gjithë informacionin, edhe tek opozita shqiptare Sali Berisha e shumë faktor politik të tjerë, e ka të gjithë informacionin. Sa do i rrotullohen këta dhe bëjnë trila dhe kthesat e tij janë të kapur në forma të ndryshme. Domethënë, këta do rezistojnë, Edi Rama dhe Sali Berisha do rezistojnë. Po unë uroj mos kenë fund të hidhur. Nuk e uroj këtë. Sa më shumë zjasi kjo, aq më i hidhur. Aq më zullumi është më i madh. Tani, Belinda do ta hajë? Shiko tani këtu. Si shkoj ke Spaku? Do të them unë, më fal, se unë i përcjell çik kështu. Shiko, Enver Hoxha i vriste apo jo? Edi Rama i çon te Spaku, ato arsye të vjedhje. Edi Rama çon ke Spaku? Po kush i çoi unë me Edi Rama e Saliu i çojnë atje morë. Shkëmbejnë informacion me njëri tjetrin këta. Edi ja çon informacionin dhe ki gjuan. Kuptojmë janë të thella gjërat. Si, domethënë Edi Rama jep informacion. I çon informacion aty dhe Saliu gjuan pastaj. Saliu jep për të vetë, jep Edi Rama. Vazhdojnë të bashkëpunojnë ta. Po nuk është Altin Durrani aty që kanë firmosur, këta të dy kanë firmosur amerikanët. Kanë edhe firmën dhe me vulta. Po Berisha që ishte duke rrëshqitur, u kthye bëri hapa pas, u fal prapë te amerikanët. Shiko. Pra se u nisën janë lojra politike këto. Janë lojra politike. Janë usallarë të mirë, do të them tani këtu. Janë usallarë të mirë. Po jo tërkohen mund të shkojnë këta usallari përdor shumën, po këta janë, si të them, mund të mjeshtra. Specialista. Jo, mjeshtra të politikës, se ustallar mbaroi kjo. Le të themi mjeshtra. Mjeshtra është më fine mjeshtra. Po i sigurisht zbukurohen para. Le të zbukurohen, se atje bëjmë çik buskujt, bëjmë çik vetullo aty krefim çik, sepse më të bukur bëhen, apo jo. Tani ky Edi Rama dorëzoi te Ballukun? Prit tani, të them unë tani, jo tani këtu. Se nisa që parë, Enver Hoxha i vriste apo jo, i pushkatonte. Tani Edi Rama lozi me këta. Edi Rama nuk është as i majt, as i djath. Do ta them shqipe, Edi Rama është lojtar i të djathtë shqiptare.
Lojtari jonë, këtë punë që bën Edi Rama se e bën dot në këto reforma që bën ai në të djathtë. E bën ai tani po i fut brenda. Dhe po krijon me atë kastën të persekutuar brenda llojit të tyre që i vraun Veroxha, ky i mori në qeveri, Ballukun e ca të tjerë i mori aty. Tani ky po krijon një shtresë të persekutuarish. Si Ilir Meta, si ka ish zëvendësmi kryeministri Ahmetaj, si Balluku, si Veliaj, shumë në këta ustallar dhe mjeshtra. I përdorja, nesër këta kur të vinë një për të mbesat e tyre, kjo e krijoi shtresën e persekutuarve. Dhe kur të vinë një për të mbesat nesër, këta do ikën të persekutuar, gjyshim, Ilir Meta, do thonë mbesat e Ilir Metës, gjyshim ka bërë burg, Ilir Meta do dalë indit mo, auto i marrin lekët e liri, auto i marrin mbesat e tyre, kjo është shtresë e persekutuare. Brenda llojit ta bëjnë luftë. Po unë nuk i ha këto. Unë nuk i ha vëllezër e mi të politikës, unë du fort, për zotin u du fort. Por unë jam president të Çamërisë, më intereson Çamëria, se çfarë bëni ju këtu? Ja fusni anëzi njëri tjetrit puna juaj, mos ma fusni do të harojeni. Edhe kështu në kuptimin e parë të fjalës. Kuptimin e mirë të fjalës po vazhdojnë ata kanë mulojnë shumë sektor këta ustallar. Ja fusin edhe kështu. Po ja fusin, s'ka këta mbasi mbarojnë punë këta qeshin pastaj me njëri tjetrin. Mos janë çka. Këta desa pranuan babi 1, babi 2, lesbike, gay, e shumë LGBT-ra, kështu. Këta i kanë të gjitha sektorët e hapura. Bile i kanë futur edhe në fe tani, i kanë futur edhe në fe, të institucionet fetare. E kupton? E peç do t'jap një lajm tani këtu, se ndoshta ka përceu, besoj ka përceu kjo pjesa e. Do kthehemi prapë, do të pak më vonë pak. Lajmi është ky. Jo se un jam Bekdashi në fe, ta kam thënë atë ditë. Babain e kam Bekdashi, maman e kam ortodokse shqiptare. Tani në kishën ortodokse në datën 2, kur do varrosej Fatos Nanua, u bë mesha në kishën ortodokse autokefale shqiptare. Nuk ishte Kryepeshkopi Johannes nuk ishte, se ndoshta ishte një takim në Itali me papën, siç parë nëpër lajme. Dhe ata këngëtarët që bëjnë atë, që mbajnë meshën, e bën meshën shqip. Mbasi mbaruan ata, kishte ardhur një grup tjetër nga Greqia dhe e filluan meshën greqisht. Ç'është kjo? O grek, o grekër, o jo kisha greke, o politikan grek. Leni këto filma, se nuk janë shqiptarët e 20-ës, e 12-ës, e 44-ës, janë shqiptarët e 2025-ën. Ndërtoni marrëdhënie reciprociteti me shqiptarët, po toni Greqi, ndryshe mesazhi u dha Kreta. Faleminderit. Kaloj mesazhi. Kaloj mesazhi më. Balluku do ta hajë apo që na e thush trosh tani se është nevoja që ta marrë Balluku do ket fatin si Terion Velis, si Revelia, si Ilir Meta. Do vonoj çik si proces, e ti kështu, siç i bëjnë këta ço andej ço këtej, e kupton, këtë fat do ket. Kështu që dakord, ajo është mos thim tani, s'dua ta mua m'pëlqen, diku m'pëlqen kjo Balluku mua, ka një zë të papar. Ka një foni të mirë. Dhe është binsi me llafin e thot. Por përdesa e ka futur në listë Edi Rama, do iki vajza. Po mirë është iki, Balluku mund të vlerësoj për zotin, të vlerësoj për inteligjencën, sepse vjen nga një familje Balluku, një familje me një farë historie, pavarësisht se shqiptarëve, po shqiptarëve jep emër mbi emër nga vjen se biografinë ta bëjnë ustallarët edhe mjeshtrat. Kështu që edhe ajo do ketë fatin e këtyre. Unë nuk e dëshiroj, sta dëshiroj për zotin, unë jam kundra burgjeve. Çfarë fitojnë shqiptarët? Ja i futen në burg. Çfarë fituan shqiptarët? Po mirë ato që kanë marrë, nëse kush i marrin këta ustallarët? Merr ti populli. Jo, ti çon buxhetin e shtetit. Po hiç mas gjë, aty han prap këta ustallarët. I han po këto? I han këta më kush mos i na të punë tani. Ç'merr ti populli? Ç'fiton? Ne gëzojmë, jo unë gëzojmë të vej në burg. Unë merri pasurinë e lëshoje. Pse e mban në burg? Pse e mban në burg atje? Merri pasurinë atje dhe ushqen atje në burg. E pesi doli Revelia me kostum atje i sistemuar. Me kullaro, ai sigurisht në Amerika, olla, kishte qenë në pushime, ose në Dubai, di unë tani ku ka qenë, kush i ha këto, si hani, unë si ha për vetime, po si se bëri, po lexova me kullaro i veshure, njëra tjetrën edhe thonë pastaj demokracia e madhe. Erion, ti nuk del nga burgu, miku im, sepse deç vishish e bën ti, ke zullume shumë. Unë ka dëshiroj të jesh në burg, por të kanë sistemuar. Dëshon që është në burg? Nuk dëshiroj të rish në burg. Nuk dëshiron, thashë se dëshon. Nuk dëshiroj të rish në burg. Unë dëshova pak. Nuk dëshiroj të jesh në burg, por ti do rish në burg, sepse po ai fitoi nga kushtetuesja. Po lemo tani kush do vazhdoj pastaj, do vazhdoj loja. Do vazhdoj plani B tani, plani A mbaroi. Do vazhdoj plani B, po ka plani B, Si është plani B? Po plani B është që do vej tani në gjykat e apelit, do bëjnë kërkesë Edi Rama ta shkarkoj këtu, e do vazhdoj loja tani. Duan lajme shqiptarët.
do flasin media, do flasin këto. Kush e zgjati këtë gjë kështu? Kush e zgjati? Pra ai hodhi poshtë edhe presidentin edhe Edi Ramën, kushtetuesja domethënë. E hodhi kushtetuesja. Ajo e la, si them, kushtetuesja në formulimin për mendimin tim bëri një zgjidhje dur, nuk e përzgjodh veten, bëri një zgjidhje. Mos e paanshme këtu. Ka marrë një vendim paanshme. Po, e paanshme. Ajo tha kështu, ju kërkojnë ta dënoni pse su parakit 3 muaj, në punë. Tani ju e hoqët e burgosët e bët. Këtu ngeli ajo. Shikojnë, ai do filloj përsëri, do mbledhin Këshillin Bashkiak prapë, do ta votojnë prapë, do vejnë gjykata apelit, do vazhdoj kjo punë. Si përfundim tani? Ai do jetë në burg, po do firmosi çka firmosur letrat. Me vendimin e kushtetueses nuk ka zgjedhje domethënë? Nuk ka zgjedhje. Po sikur fillon fushat ato. Po shkoples fillon, unë kam thënë tani, ndoshta e ke ndjekur në Facebook, kam thënë këtë unë. Jo se jam në buri mençur unë. Jo se jam në buri mençur, por unë jam nuk e karikoj telefonin ta ustallar, e karikoj tek betaria ime që e paguaj lekët për korrentin. Tani Erio Velia do ri në burg, do vazhdoj kryetar bashkie atje, do firmosi çka firmosën më para, ato vleta ja çojnë atje ustallarët, e kuptoni, firmosa edhe kaq. Dhe zgjedhje nuk ka. Unë kam thënë që as ky Florian Binaj, as Manastriliu, edhe as ky Qori, unë kam thënë për Qori nuk ka fol shumë për Qorin, pak rëndësi ka. Ai ka mbledh pjesën e bujkrobërve, i ka mbledh bashk bujkrobët mirë, po i ka mbledh bujkrobrit, e kupton. Unë jam gjithmonë me agallarët. Më kuptove, unë jam me të pasurin, unë të varfrit dua, po i varfrit të jep zgjidhje, agaj, qofti lig, qofti mirë, i miri të ndihmon. Ai ligu të pakën nuk të kërkon shqetësime. Nuk e di se kaloj mesazhe pa fol fare. Tani Manastriliu ka dosje të madhe, Manastriliu ka zullume shumë, 2 herë ministre, ajo ka shumë iku. E vuri Edi Rama për ta djegur. E ndihmoi Zoti që ngeli depotet atje. Imagjinon me lajmin e kushtetueses për Erion Velia më shumë do të gëzuar Manastriliu. Manastriliu është gëzuar, mos e shpëtoi, fitoi mandatin, se moi Edi Rama. Po më i mërzitur kush ka qenë Edi Rama, thonë që është mërzit me këtë? Ne mos e merr Edi Rama është lojtar atë, rish rehat tani. Edi Rama është lojtar, më nuk u gëzua? Edi Rama ka planin ka gati planin B. Erion Velia thotë do dënohet Erion Velia. Jo, ai do rinë në burg atje, do vazhdoj. Sa vite do dënohet Erion Velia? Derisa të marroj mandati. Derisa të marroj Marroj mandati kaq. E kaq. Po nuk e di sa të nxjerrë jashtë loje. Mbaroj, jam jashtë loje. Do filloj pastaj gjykata e apelit, kolegji zgjedhor, do filloj tani këto historira, çon letra andej me letra këtej, ai vazhdon procesin. Me? Tallje me? Mos janë lojtarë, janë mjeshtra këta. Tallën me shqiptarët. Duan lajme shqiptarët, çfarë lajme, çfiton shqiptarët nga këto atë vë televizor. Po mi çfarë na thosh na gjithë bukur se këto janë gjëra që shqiptarët i dini, ka më pyet po thotë diçka krejt ndryshe që nuk thuhet nëpërmjet shqiptarëve dhe unë ti ndjehemi vlerësuar dhe krenar për të gjë që kjo kalon nëpërmjet kanalit Pisk. Po, ma thuaj. Se këtë nuk e thot njëri. Po bëj kaloj mesazhin mund tani. E them unë sepse jam i lirun, prandaj e them unë. Çfarë do ndodhi me shqiptarët? Tani ti gjot fjala thua ti edhe Berishës edhe Ramës atje tani. Aliena çfarë do bëjnë tani? Shiko, jo vllai tani këtu. Shqiptarët me çu ka bërë Edi Rama do t'i u bën shqiptarëve rreshtore për të ngritur, por shqiptarët nuk ngrihen. Nuk ka çu bën më tepër Edi Rama. Dhe si ti tani desa çojnë. Pra Edi Rama don që shqiptarët të çojnë, më të bëjnë demokrat, më të bëjnë rebelojnë, më të ngrihen, po për Zotin more. Shiko, të them diçka. Un kam qenë në 8 janar kur do nxirrin Luzin Bashën jashtë. Kur vam te PD-ja atje. Berisha nuk e nxori dot Luzin Bashën jashtë. Iku, dështoi këtu. Një. Hëngi grushtin, tek dëshmorët e komit e rruga dëshmorët, hëngi grushtin. 2. Amerikanët janë me të fortin. Si e i fort hap kraun ik. Po, amerikanët janë me të fortin, more. Amerikanët duan kush nuk duan të tregove i dobët, domethënë. Iko, mbaroj punë. I dhan dy prova. I dhan në 8 janar se nxori Luzin jashtë. Luzin Bashën nga godina. Pse fitoi pik Luzin Bashë atëherë aty? Po fitoi, unë kam ngrënë shkopin e bezbollit, do të dërgoj videon. Kush e ngrënë shkopin? Unë kam qenë atje atë ditë. Kush ngrënë shkopin e bezbollit? Po dem dollapi me Sajmir. Pa dashje? Jo, more pa dashje me përkëdhelje. Ka të me shkop bezbolli? Me shkop bezbolli, mo këtu në ka 2 të lartë kur vajta lart ajo me 2 çuna. Nëse historia ajo. Është janë në video ta dërgoj unë videon. Janë të vërteta këto, nuk gënjej. Po për çfarë ngër shkopin, çfarë bën aty që ngër shkopin? Po ne vam tani ta nxjerrim Luzimin jashtë, nuk vam për të arritur, por këta kishin vaj ishin pjesë do ishta nxjerrin të arrihnin. Unë isha të tirguaja, mos arrihnin Luzimin. Që në moment që Sali Berisha. Ka vlerë ai shkopi mas kokës? Po, mirë më ka bërë. Mirë më ka bërë. Po më shumë mirë ka bërë Sali Berisha dhe PD-s. Kush u mërzit nga këta për shkopi që ngëri?
merret vesh tani këta, mos him tani këta, duan tani siç u vra Lidemi në Vlorë, doni një Lidem mua, po s'më merr dot mua, më bëjnë dot Lidem. Po kush të shpëtoi aty? Kush mendon se të shpëtoi? Dhëndi Berisës. Arbër Maltezi, ai më mori rashat i poshtën, ai më mori 5 ditë spital unë. 5 ditë spital? 5 ditë spital në spital privat. Ishte sekret ajo kur më çuan me taksi, më çuan atje 5 ditë u çakoka këtu. Gjaku vu, edhe talleshin këta komunistat, miell për petulla, edhe e bën me boj, qa boj ma ishte gjak, more. Nuk të them të dënoj Zoti, po me mua kujdes, sepse unë jam original, e dua Shqipërinë, e dua kombin, e dua demokracinë, perëndimore dhe amerikane, edhe se shpeti në qamëri ka filluar UFO dhe alienët dhe inteligenca artificiale ka filluar në qamëri nga puna, por do sistemojmë mirë Shqipërinë me këta mjeshtra këtu dhe pastaj do vej rryma andej. Direkt. Tani, qa po bëhet tani, me qenë se u riktheve prap tek UFO-t dhe alienët? Qa po bëjnë tani këtu në Tiranë? Shiko, ata kanë strategjinë e tyre, domethënë ata heqin çdo ditë në një tull. Nuk vën skrepa ata. Nuk vën marrin informacion dhe çdo ditë heqin në një tull. Për të dhënë mesazh politikës shqiptare, mos i ndani të himni, qoftë qeverisë, qoftë politikës shqiptare, opozitë që këto, të kuptojnë që ne jemi këtu. Po? Ne jemi këtu. Amerikanit i keni këtu. Dhe mos ta përsërit prap se më dhimbset kanë prish shumë interesa, nuk era të qaj këtu, kanë prish shumë interesa familjare, miqësore, ekonomike, shumë gjëra. Por mendimin e Zotit, edhe miqve të mi, unë do ja dal për ta bërë Shqipërinë ashtu si e duan shqiptarët, jo që po ikin shqiptarët çdo ditë të shikosh fshatat e Shqipërisë. Janë bosh, kanë ngel ca budallënj për fshatat, më falin, ca budallënj, ai s'ka, ata e manipulon si duash, me një dopi raki, ata i bën namin, ai ndes zjarre, merr kallaçin vret e bëne. E kupton, ka ikur pjesa e inteligjencës nga fshatrat, ka ngel budallënj për fshatra, është gjunaf i madh që ka ndisë Shqipëria kështu. Shpresojmë që gjëra do vinë bukur. Ndaj dhe kanë ardhur këtu ustallarët amerikanë dhe UFO dhe alienët dhe inteligjenca artificiale. Unë i përshëndes vëllezërit e mi shqiptar, besoni, mbani fort familjet, mbani fort miqësinë, duhen në Shqipërinë dhe mos e shani Shqipërinë, pavarësisht se këta vampira na bien që ne mos a duam këto, po ne sa më shumë bëjnë këta gjëra që ne mos a duam, ne duam më shumë se na therr zemra këtu. E kemi, është në gen kjo, është në Kështu këtë mesazh për çfarë gjajtasi. Unë s'kam interesa, unë vajta 70 vjeç, nuk e di, mund të mosha vend të saj apo aksidentalisht, një diçka, një gjë mund të vdes, por unë ndihem mirë se kam lënë gjurmë për këtë vend dhe janë letrat, ato i them unë janë të shkruara nga ustallarët. Unë nuk kërkoj të ngelem në histori, sepse unë bëj atë që ndi. Po Edi Rama të ngelin histori? Se ai kërkon me dojë mosej, e ka thënë ai. Nuk e di, unë ta kam thënë, nuk e di, ai në politikën e jashtme ka bërë punë. Po i takon këto UFO-t, këto pjesë kanë ardhur, i kanë takuar Edi Ramën? Po s'më takoj mua, ai nuk i takon dot ai. Po s'mori lejen a mua, ai si do takoj ata. Këto UFO-t kanë shfaq interes vetë për ta takuar atë jo? Jo, i vin vërdalla ata, i vërtet zyra i ka, i vërdalla. Ai bën sikur si kupton. Bën sikur si kupton. I shef ai, I shef ai, bën sikur si kupton. Me kë kanë kontakt tjetër UFO tu në Tiranë? Shiko, gjë këtu, ata i ke në kafene. Ulen në kafene? Ulen në kafene ata mo. Shiko se kur themi ku do jenë nesër? Do ta jap në telefon. Okej, më çoj. Do ta shkruaj mesazh. Ku do jenë nesër, dakor? Do viti shoh. Di që dje. I shoh dot datën 2. I shoh dot? Do ta bie unë mundsin. Do ta bie unë mundsin. Ti shofësh. Po për të taku pak. Nuk e di ta. Ti shofësh. Bisedoje. Ti shofësh një herë. Pastaj ka dalë. Mosu. Jo, se nuk. Se gjë pastaj. Misteri do të zgjidhet. Jo, nuk e kam tek ajo pjesa. Las. E rëndësishme që ka vullnet, ka këtu mos detaj tani. Mirë, sigurohesh edhe ti që unë kam. Unë jam i siguruar more, po duhet nga ata tani, duhen ca gjëra, janë ca ti ke mos im ndaj detaj tani. Kështu që këto janë gjërat. Kemi tjetër gjë? Këtë takon tjetër për vështirë? Shiko. Ata janë të fshehët. Ata i kenë kryeministri brenda. I ketë Sali Berisha brenda. I ketë ky që janë politika këta deputet janë të rinj. Janë atje ata. Janë shumë të dashur, janë shumë të ëmbël, nuk krijojnë debate. E kupton, janë bashkëpunues. Ata i marrin, nuk gërmojnë shumë ata, e kupton? I marrin ata, i kapin, se kanë disa gjëra që i kapin ata. Sa kohë do rinë në Shqipëri ato? Derisa drejtësia në Shqipëri të vejë në vend, edhe Shqipëria
të ecin në rrugat demokratike. Boll, Hajdut Llëkut, edhe këto show që bëjnë u arrestua kjo bë këtë qenë këto show. Show me disë njerëz. Po me Altin Dumani, si ka marrëdhëniet ato? Altini është lojtari i tyre. I ufëve? Po normal, më e. I ufëve, jo Edi Ramës dhe Berisha. Jo më qa Edi Ramës dhe Berisha. Po ecën avash ai. Është i paamshëm. Është i avash. Si do duke ai Jo bukur. Ke parlamentit. Po, shumë bukur. Shumë i qartë. O, i hodhi gjuti ai s'mund të marr tani kallaçin e të marr shkopin të qelloj këta. Ai përcolli mesazhe, kush e kapi, kush e kapi. A ka shumë në radhë të Partisë Socialiste që do të përfundojë te Spaku? Shiko, tani unë nuk mund të them dot, unë s'dëshiroj të di, po këto janë show. Këto janë show. Ai futet në punë 2 vjet, vjedh sa ai do qefi, siguron 10 breza, edhe vetë i bën 2 vjet burg ai. Ë? Çumbi ai, bën 2 vjet burg, del nga burgu me pasurinë gjitha dhe ikun, hap krau dhe ikën vjen tjetri, si ta Skënderbeu kur kthen dorën atje. Tjetër lëvitosh apo jo? Skënderbeu mo. Po, tjetër lëvitosh, këtë bën Edi Rama, tjetër lëvi. Edhe këta ikin, vjedhin, çap fitojnë shqiptarët. Thon tani, çfitojnë shqiptarët apo? Pse erdhën tani këto alienët? Pse erdhën? Për të vënë rregullaloje. Pse s'erdhën më herët? Tani u poqën kushtet. Sepse me Zotin një, me Zotin i qiell qofsha fal. Dhe me Amerikën 2 në tokë nuk bëhet shaka. Amerikanët kanë marrë vendim na duan neve, por nuk na duan njësha, na duan dysha në Ballkan. E disha thotë jemi lider në Ballkan, dyshi shqiptarët, serbët janë 3, grekët nuk e di, janë 5-6, nuk e di ku janë. Është gjë e vogël kjo. Jo, nuk e di këtë. Amerikanët na kanë. Si dysha? Ti jemi ne direkt pas Amerikës? Pas Amerikës në Ballkan. Është Amerika njëshi, Amerikanët janë në Ballkan, tjetë Amerika njëshi, pastaj ti jemi në njëshi. Dyshi. Ne jemi dyshi mbas Amerikës. Partner strategjik amerikanët kanë shqiptarët. Me shqiptarët. Vetëm për Ballkan. Pastaj duke stabilizuar mirë Ballkanin do hidhen në Europë, se dhe Europa do ketë sa. Do dalë njëshi Shqipëria në Europë. Po, pasi stabilizojmë Ballkanin. Mos ka pastaj mund hasi lloj frike në Amerikë ndaj Shqipërisë. Jo, Europa ka ca zullume me shqiptarët. Ka zullume, ka bërë zullume me shqiptarët. Po çfarë flitet që para në kohën e Enver Hoxhës për shembull që Shqipëria ka ndalë me qindra ton flori që i kanë nxjerrë jashtë Shqipërisë në kanë dhënë. Ja, ato po na kthejnë borxhin tani ato. Po na kthejnë tani politikët tonë apo pasurinë tonë po na kthejnë. Po na kthejnë borxhin tani. Si u mor Kosova, si do merret Çamëria, si do stabilizohet Shqipëria. Ka qenë ai Araçi që kanë paguar. Po patjetër, mos i Leç bëjnë këta që ishte. Ai kohë ti iku, kohë Enver Hoxha iku, ai kishte për të bërë, e mbylli burg këtu, biles të thënë një lajm të ti. Enver Hoxha e ka bukë, ë? Po patjetër. Floriri ka vajt atje, mos i him në detaje tani për shumë gjëra. Ajo Kosova, shiko, amerikanët janë për zgjidhje të problemit. Kur flet seriozisht me amerikanët, ata të kuptojnë. Po i gënjeve amerikanët e hëngre ike. Nuk e të kuptojnë atë, lexojnë ata, nuk janë. Tani Enver Hoxha është djali i Bimbashit. Është djali i Bimbashit, Enver Hoxha. Që do thotë është turk. Dhe varri Enver Hoxhës është bosh sot. Jo. Tani s'ka eshtrat e Enver Hoxhës? Ka, i mori turku, morën eshtrat e djalit tyre. Enver Hoxha ishte turk, më i morën eshtrat turqit. Është djali jon, bën ADN-n, bën gjenezën, bën gjitha gjërat. Është në Turqi. Më vonë pas 30 vjet, 40 vjet do dali që Enver Hoxha ka vajt atje eshtrat janë s'ka varë. Ne kemi qenë edhe në kohën e Enver Hoxhës kemi qenë pushtimin e turqëve? Po. Djali Bimbashit është Enver Hoxha, do ta pranojmë këtë punë tani me drekin. Zot them në një fjalë tjetër tani. Eshtrat i morën, vari ish bosh atje. E kupton? Po mos dalën ato të tjerë edhe Edi Rama, Berisha këto. Mos u bën me atë punë tani, do mos zgjerom më tutje. Dakor? Pse edhe këto janë? Nuk e di, pak a shumë po. Janë edhe to? Pak a shumë po thash. Pak a shumë. Shiko. Si më djali Bimbashit ai më. Po, shiko tani këtu, Si djali Bimbashit ai më. Jo tani këtu, më fal vëllai, se ndoshta po e teproj pakër, por më shtrëngove dhe do ta them se ndoshta çike rënd, shiko. Nuk e di ç'bëhet në botë, nuk e di ç'bëhet në botë, dhe kush qeveris, kush bën, por Shqipëria, nuk po them tani, që nga 24 këtej ta zëm, që nga 24 mos tim, që nga 24 këtej, këtu e kanë qeverisur këtë vend pakisat kombëtare dhe dobiçat, jo shqiptarët. Po kur do futen shqiptarët ata? Ndaj kanë ardhur fut, mo. Di pastrojnë thua? Ndaj thashëm. Sa do zgjasë gjë kjo gjë që ti pastrojnë ata?
Për sa kanë ato për shembull? 2 vjet deri realizojnë sistemojnë. Po e marrin shtruar ata. Dhe tjetra janë duke bërë kimio në herë tani apo po? Patjetër, vazhdojnë ata nga puna. Shiko, amerikanët i marrin shtruar. Pastaj operacione. Nuk janë, shiko, amerikanët i marrin shtruar gjërat. UFO dhe alienët e inteligencës artificiale nuk i marrin me vrap, me aksion. I marrin avash, ka dalë. Kështu që këto janë gjërat shpresojmë gjërat, unë shpresoj shumë dhe do bëhet Shqipëria, po gjithmonë rinia, unë gjithmonë kuj takoj në autobus, një të them gjithmonë rinia, shikoj vajza të bukura, të mira, të mençura, djem të mirë, të edukuar, të sjellshëm. Në Tiranë, se në fshatra nuk shikon të fshatra. Ska autobuza? Ska autobuza. Kështu që gjithmonë ju uroj, esni merre situatën në dorë. Edhe UFO dhe alienët e inteligencës artificiale punon me rinin, më thonë. Dhe unë rinia dua shumë, se unë s'kërkoj karrierë, s'kërkoj as karrierë, as pushtet, as gjë. Unë jam i misionari, Zotin në tokë, për të marrë me këtë punë. Dhe kujdes me mua, edhe ju grek, shikojeni mirë këtë figurë, se jo kam thënë një herë tjetër. Ndërtoni marrëdhënie reciprociteti me shqiptarët, po dojnë ta shpëtoni Greqin. Ndryshe, do keni fatin më të keq se Serbia. Do bëheni parcela, aty do ngeleni në Athinë, do ngeleni. Atje, brenda Athinës, atje ka jo. Kështu që s'ka faj popullin grek, me popullin grek ne kemi punuar, kemi gjithë mirë kuptim, na kanë mbështetur në ditë të vështira, por politika greke do të reflektoj karshi shqiptarëve. Faleminderit. Më mirë sot? Mirë, ku di unë? Ti e di. Apo herën tjetër? Ti e di. Ta bëj pyetje të fundit? Bëje. A mendon ti që ti mendon? Shiko, si s'mendojem, unë i kam projekte në kokë dhe diç do ndodhi, sepse, shiko, ne shqiptarët e Çamërisë, kemi një parim. Ne nxjerrim ligjin pa ndodhur ngjarja. Ne jemi si izraelitët, ne kemi shumë lidhje me izraelitën në drejtim të menaxhimit të jetës familjare, shoqërore, politike, kombëtare. Jo si vëllezërit e shqiptarë të politikës. Mbasi ndodh ngjarja, pastaj vën ligje. Po çfarë ka ajo? U vraj gjyqtari atje. E çfarë ka ajo policia e buda dhe qera këto që janë këto, ë? Po ligjin bëjnë s'duan. Po ngjarje, si e petë ngjarje? Shiko, ajo ngjarje për mua s'më pëlqeu si ngjarje, por ndoshta edhe ai qytetari, mikëshar aty ku s'mbante më. Mendjesh në një moment. Ja krici, ai kishte marrë masat e tij. Unë jam kundër vrasjes këtyre gjërave. Ai ishte buri mirë. Kastriti. Unë vajta në bëra omazh tek ai. Shkova atje? Shkova atje bëra omazhe. Dhe kur pash gruan e tij atje unë, një grua fshatark në veshje. Fshatark. S'kishte mundësi ajo të vishej mirë, me rroba mos e tani fshatare. Unë e ngushllova që atje mora mesazhe nga gruaja. Ati ja futën do bëgjash, ja la do bëgjash të ndorë, s'kishë bëndaj. Ustallarët, mjeshtrat, ja lën do bëgjash. Ata ja lanë moj, ata ja lanë. Pse me këtë që po thua, ka qenë organizuar si gjë? Pa tjetër, nga mjeshtrat, i lanë do bëgjashën. Ai ma të vrasin atë. Po, e din ai e kishte. Pra nuk e vrau ideali që e vrau ty, e kanë vrarë të tjerë. Shiko, ai unë ndërtua skema dhe ai gjuti atje, e mbylli ai. Po e ndërtuan mjeshtrat skemën që ai do vriste atje. Dhe ai kishte nuhatur këtë pjesë, po duke qenë malsor nuk u troq. Ustallarët i kishin nuhat të ngjarën që do ndodhte. Ustallarët, mjeshtrat dhe ustallarët organizuan. Ti do jesh gjyqtar. Dhe këtu si ndodhe ja tani. Po pse kush mendon që e ka bërë? Kush ustallarët? Ustallarët e politikës shqiptare. Politikës, ë? Politikës shqiptare. Jo drejtësia. Po pse çka kishin me Astritin ato për shemb me gjyqtarin? Po ndezën një zjarr më tutje. Për të ndezur një zjarr më tutje, nuk tim brak marrje e budallë që mos im tani detaje. Kjo ishte edhe për të bërë një show, Europa këtu, për të bërë lajme. Po pse përdorën Astritin, s'përdorën një gjyqtar tjetër për shemb? Po ishte njëri i ndershëm ai. Si ishte korruptuar ai. Ishte besueshme. Ishte besueshme. Ishte i ndershëm ai, ishte i ndershëm. Unë këtë konkluzion kam. Po, se po të kishin vrarë një gjyqtar tjetër që ishin korruptuar. E hëngë, sa kishte. Ishte i ndershëm ky. Ka qenë realisht i ndershëm. I ndershëm, realist. E thon. Mund të them që kuptova unë te gruaja e mora mesazhin. Te gruaja kur e pash me të veshje gruan, edhe skemën, edhe informacionin që mbledhur në terren e tij, ishte buri ndershëm ai, ishte hajdut ai. Po ti angecën atje. Politika thu që nga politika. A kena emër apo s'do ta thosh? Jo, çfarë ka tani? Kur them nga politika. Ke si emër besoj? Jo, më nuk ka rënd, mos ngatro më tutje. Nga politika tash. Majtas apo djathtas? Nga dy akrat. Ç'a bëhet shumë, si lloj skema, ç'as po bëjmë, lloj. Po ne jemi mjeshtra Kur të mbaroj lufta,
që të vrasim njëri tjetrin, do bëhet Shqipëria dhe kombi. Ne me mjeshtra për të hedhur bashkë njëri tjetrit dhe për të vrarë njëri tjetrin. Qa po ndodh kështu në shekullin 21. Integrohen o shqiptar, hipën autobus, pas bitur njerëz, turma futet brenda. Po pritor, që këtu e merr mesazhin. Nuk po hin tani tjera gjëra, më falë se bëra një krahasim ndoshta. Po, është jetësor, është pjesë e jetës, ajo është. Pritës bresi njerëz, futu pasaj. Ka vende qysh tek. Lëmore njeri, pa ti fillon, pse më shtive, pse më bëri, aty krijon incidente. Filloi pastaj llafe brenda autobus, si duket rendi dhe ekonomia shqiptare? Është një temë që unë e kam diskutuar të kohët e fundit, kam pyetur qytetarët në terren, rendi dhe ekonomia. 4 vrasje brenda 2 orëve. Shiko, sa vriten në Shqipëri sot, nuk vriten as në Ukrainë dhe as në Palestinë. Le që i shtrojnë shifrat taja njërën tjetërën. Po vrasin njëri tjetër. Shiko, shqiptarët sot, kjo politikë, ekonomia shumë faktorë të ti, shqiptarët nuk janë normal sot. 80% e shqiptarëve nuk janë normal sot. Duan të vend të gjithë te psikologu, duhet të kurohen 80% e shqiptarëve. Kjo është fatkeqësi. Janë të smur 80% e shqiptarëve? 80% janë të smur. Arsyet janë familjare, ekonomike. Të smur nga ana psikologjike? Psikologjike, po, psikologjike. Nuk janë mirë. Janë shumë faktor, unë të thashëm. I sheti këto, i kuptoj? Si kuptoj unë, jam psikolog në ato gjërat. I shikoj të fytyrat e syte, duket. Unë prandaj më syze, si lexohet njeriu, lexohet. Unë më dhim se s'kam ç'i bëj unë. Kështu që vëni dorë tek populli. Po nga se ka ardhur kjo që është shumë e lartë, 80% e shqiptarëve të janë smur. 80%. Shiko tani, po them diçka, se mirë bën që më shtrëngon dhe më thua, sepse unë njeh mirë terrenin dhe e shkel dhe komunikoj me shumë njerëz në terren. Unë komunikoj në terren, nuk komunikoj me hierarkinë lart. Jo se s'komunikoj me ata, po rrallëri me ata. Tani arsyet janë këto. E para njëherë është ekonomia. Tani po arrim, unë e kam thënë ndonjëherë, ta them këtu, po do ta them çik me ton të ulët, sepse nuk ndihem mirë ta them këtë. Arrim sot dhe i hedhin për lajme, i bëjnë lajme edhe me intervista me njëri tjetër. Arrin sot që babai zë mbesën, gjyshi zë mbesën, babai zë vajzën, nëna bën seks me djalin, gjyshi andej këtej, burri nxjerr gruan për prostitut, babai nxjerr vajzën për prostitut, babai këtej e bën Shqipërinë burdell ama. Ne shqiptarët jemi konservatorë, jemi traditës, duam Zotin, duam familjen, duam pronën, duam miqsinë. Ç'është kjo që na keni futur këtu më ju ustallarët e politikës? Po e degradonin këtë popull, e ç'do bëj tani, ç'do bëj ai, edhe i bëjnë lajme, kjo është më e bukur se i bëjnë lajme, e bën emision, ajo kjo e historira, turtovi mediave që jepni, mbushni televizionin me këto lajme. Shqiptarët duan entuziazëm, duan energji pozitive, nuk duan tani kush u vra atje, kush u bë këtu. Leni këto, këto lajme. Çdo ditë sa më shumë lajme jepni e theri me thike, qëllimi kallaç, të nesër më keni lajme të tjera të reja. Ndërprisni këto lajme, me kallaç. Se lidhet me subkonsciencën? Patjetër, e bëri ai do ta bëj dhe unë thotë.